Në mentatit të Birit dhe të Shpirtit Shenjtë. Hiri i Zotit tonë Jezu Krishti, dashuria e hyhat, dhe ndikimi i Shpirtit Shenjtë qoftë me ju të gjithë. Vëllezër motra, kremtojnë sot kurrëzimi e festave të Pashkëve. Ditën e kaluar kemi mbaruar kokën e Pashkëve, por sot në çfarë mënyrë vazhdojnë duke konsideruar në jeta e përditshme pasojat që shkakton Pashka e Kristi me luratën e Shpirtit Shenjtë. Sot kremtoj festa e Trinisë së Shenjtë. Do të thajmë me një shikim i vetëm vëzhgojnë çka Zoti ka realizuar e na ka zbuluar nëpërmjet vdekjen e ngjallit Jezu Krishti. Na ka zbuluar atësinë e tij atërore, jo vetëm si krijues, por si ele, ai që ka për zemër shpëtimin ton. Vepra e Jezu Krishti që realizon vullnetin e Atit, dhe Shpirti Shenjtë që aktualizon në jetën sotme, në jetën e kishë, në misionin apostolike, vepra e Zotit. Trinia e Shenjtë as një përmbledhje vërtet për të gjërat që janë zbuluar nëpërmjet historia e shpëtimit. Është një moment edhe shumë veçantë, thojë edhe tragjik për historia e botës së sotme. Nga një anë kremtoj njënësi e dashurisë hynore, e ditë mas ditë shikojnë përplasjat e njerëzve, sulmet të popujve, luna e luftës që duket vetëm me rrit në botën tonë e në tokën tonë. Këtë dy gjëra që kundërshton njëri tjetrin, por as pikërisht mesazhin tonë, shpresa jonë në këtë botë, në këtë histori. Zoti realizon njënësi, Zoti realizon një shpëtim universal, e kjo është mesazhin ton në këtë botë, edhe nëse e ndjek rrugët e ndryshme, po kjo është misionin ton, me vazhduar në këtë drejtim me shpresë plot, për çka është projekti i Zotit e jo projektet e njerëzve. Po i rfehen, hyjtë gjithë pustenshëm,
dhe juve o vlezër e motra, se kam katnuar shumë, me fjalë, me vepra dhe me dëshime, per fajin tim, per matmalin fajin tim. Prandaj poj porositen se lumes marin, gjithmonë virgjër, të gjithë engjëllve, shenjtërve, dhe juve o vlezër e motra, që të luteni për mua, Zoti ty tonë. Hyj gjithpustetshëm pas me shirë për ne, na i falë me kate tona dhe na përcjell në jetën e pasosur. O ati pushtetshëm sot, ti ki mëshirë për ne, ti ki mëshirë për ne. O biri gjithmonë shumë sot, ti ki mëshirë për ne, ti ki mëshirë për ne. O shpirti shenjtë nueshëm sot, ti ki mëshirë për ne, ti ki mëshirë për ne. Gloria, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria in excelsis Deo. E pace njerëzve dhun me vlerë ne po të leftojmë, po të bekojmë, po të anurojmë, po të madhërojmë, po të falenderojmë për lavdin tante Makufi. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Zot miri një lindur Jezu Krisht, Zot i qenqi hyj piri hatit, ti që shjen me katet e botës, ki mëshirë për ne. Ti që shjen me katet e botës, pranoje lutjen tonë. Ti që rinet e djathën e hatit, ki mëshirë për ne. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Sepse vetëm ti e shenjti, vetëm ti e Zoti, vetëm ti e i larti, o Jezu Krisht, se bashku me shpirtin shenjt, në lavdin e hypat. Amen. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Te lutemi.
Di l'altro messaggio. Eccolo qua trovato. O hyat, ti që ke dërguar në botë birin tanë fjalën e së vërtetës dhe shpirti shëntërues, për tu zbuluar njerëzve misterin e jetës sate, bëj që me dëzminin e besimit e vërtet, ta njohin lavdinë e trinisja mshuar dhe të adhurojnë një hyjë të vetëm të gjithëpustetshëm në për Zotin tonë Jezu Krishtin birin tanë që me ty jetojnë mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjtë, hyj për të gjithë shekujt e shekujve. Lexim për librit të fjalëve të urta. Urtia e Zotit flet. Zoti më kishte krijuar që në fillim të veprave të veta, qysh në fillim, para se të krijonte ndonjë send. Kam qenë shuguruar për jamshimit, qysh në kohët më të lashta, para se të krijojë toka. Ende nuk ishte humnerat, e unë isha ngjizur. Ende nuk ishin burimet e ujëra të shumta, para se të viheshin themelet e maleve, para se të ishin kodrat, unë linda. Ende nuk e kishte krijuar tokën as fushën, as elementet e parë të plurit të tokës. Kur ju ishte qiejt, unë isha pranë. Kur e kufizoi me ligjet e sigurta rrethin e umnerës, kur në lartësi i dëndi ret, kur i bëri të fuqishëm burimet e humnerës, kur ai vuri kufirin rrethues, detit dhe ujrave, që të mos i kalojnë kufit e vet. Kur tokës ja qiti themelet, unë isha pranë si kryemjeshtër. Kënaqësia e tij për çdo ditë, duke luajtur pranë tij çdo kohë, duke luajtur mbi globin tokësor, kënaqësia ime është të jem në bitë e njerëzve. Fjala e Zotit. Bekoje shpirtin, bekoje Zotin, mos i haro mirësitë tia. Bekoje shpirtin, bekoje Zotin, mos i haro mirësitë tia. Kur e sodis qiellin, veprën e gishtave të tu, hënën e yje që t'ju adhe e qendër, çka është atëherë njeriu që ta kujtosh, biri i Adamit që të përkujdesesh për të? Bekoje shpirtin, bekoje Zotin, mos i haro mirësitë tia. E pra, e bëre pak më të vogël se engjëjt, e kurorëzove me lavdi e shkëlqim, i dhe pushtet mbi veprat e duarve të tua. Bekoje shpirtin, bekoje Zotin, mos i haro mirësitë tia. Gjithçka vure nën këmbët e tia, delet e kafshët të gjitha, për më tepër edhe ergësirat e fushës, shpendët e arit dhe peshqit e detit, të gjitha që përshkojnë udhët e detit. Bekoje shpirtin, bekoje Zotin, mos i haro mirësitë tia. Bekoje shpirtin, bekoje Zotin, mos i haro mirësitë tia. Lexim prej letrës së Shën Palit Apostull drejtuar romakëve. Vëllezër, të shfaqsuar me anë të fesë,
jemi në paqe me Hyjin, në për Jezu Krishtin, Zotin ton, në për të cilin me anë të fesë fituam hirin, në të cilin tani jemi edhe me të cilin burremi, sepse shpresojmë se do të kemi pjesë në lumturinë e Hyjit. Madje jo vetëm kaq, ne mburremi edhe për vuajtje, sepse e di mirë se vuajtje sjell qëndresën. Qëndresa na bën besnik të sprovuar, e besnikëria e sprovuar sjell shpresën. E shpresa nuk turpëron, sepse dashuria e Hyjit u thadrua në zemrat tona me anë të Shpirtit të Shenjtë që na udhërua. Fjala e Zotit. Falenderoj. Lavdi Atit, Birit e Shpirtit Shenjtë, Hyjit që është, që ishte dhe që po vjen. Zoti qof me ju. Lecimi Ungjilli shenjtë sipas Gjonit. Lumturite qoftë Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vetë: kam edhe shumë tjera për t'u thënë, por tani s'mund t'i kuptoni. E kur të vijë ai, Shpirti i së vërtetës, ai do t'ju udhëzojë ta njihni tërë të vërtetën. Ai s'do të flasë prej vetvetes, por do të flasë çka të dëgjoj, le do t'ju zbuloj të ardhmen. Ai do të me lëvdoj, sepse do të marrë prej simes, le do t'ju zbuloj juve. Gjithka ka ati është imja, prandaj edhe ju thash, merr prej simes e do t'ju zbuloj juve. Fjala e Zotit, lavdit hy o Krist. Sot festa e Trinisë së Shenjtë, si ka thënë përpara, në çfarë lloji kurrëzimi e zbulesës e veprës së Zotit mes nesh, sepse ne nuk njohim hyjin e vetë, por ne kemi mundësi për me kuptuar çka Zoti ka bërë për ne e si u zbuluar neve gjatë historia e shpëtimit që është dëshmuar në Shkrimi i Shenjtë. Ne kurrëzojmë pikërisht kjo vërteta, duke thënë e duke shpallur që Zoti asnjë bashkësi hyjnore le e dashurisë formuar nga tre vetë në njëjtin natyrë, Ati, i Biri dhe Shpirti i Shenjtë. E në këtë rast, veçanërisht dëshiroj me kujtuar edhe një moment historik themelues për zhvillimi e formimi e doktrinës së krishtere, si e shpalim sot. Është një eveniment që ka kaluar 1700 vjet përpara, e që kemi kremtuar në mënyrë solene në muaj maj, sepse në muaj maj, me 20 maj viti 325, në një qytet që quhet Nikea, sot Iznik, në Turqia e sotme, 100 km nga Konstantinopoli, në pjesa anatolike,
Konstantini i parë, perandori romak, ka ba përmbledhja e parë të episkopinëve krishterë që ishin në shekullin e 4. Në atë kohë ishin pak a shumë në përbotë 1800 i peshvint, në të cili 300 u bashkuar në këtë qytet edhe nga pjesa lindore edhe nga pjesa perëndimore. Ka qenë mbledhja e parë, herë e parë që në mbledhja i pesnore realizohet. Ky quhet koncili i parë ekumenik ose sinodi i parë ekonomik, ose e njëjti gjë. Ekumenik, do të thënë i peshvin ftuar nga të zonat që në atë kohë ka formuar bota e njohur, do të thënë perandoria romake, në të cili ishte përhapur feja e krishterë. Ta i peshvinte kam pasur një detyrë rëndësishme. Një detyrë që tani nuk vizitoj të gjitha detajet që janë shumë gjatë, atë duke me ba një kurs historisë kishtare ose dogmatike. Por vetëm ju kujtoj se kjo çështje është themelore për një arsye nga pikpamja jonë. Çfarë është arsyeja? Arsyeja është se edhe sot, mas disa minuta, mas predikimi, do të shpalin se bashku, besojnë një hyjë të vetëm, atin e gjipustetshëm, e tjera deri në fund. Do me thanë, do të shpalin besojme si sintezë e fesë krishterë që u formuar e u promovuar në atë koncili i parë i Nikes. Vete një pjesë që takonte zhvillimi e doktrina mbi Shpirtin Shenjtë u shtu pak më vonë në vitin 381 në një koncil tjetër. Do me thanë se edhe sot ne përdorin këta fjalet që u formua në atë sinod nga i peshvinte shekullit e 4 për me shpalë çfarë është feja e përbashkët, feja plot të gjithë krishterëve, të gjithë ata që quhen krishterë e pranojnë doktrina si a shprehur në këte fjalë që ne recitojnë në çdo mesh në ditën e diellt. Është një shpallje përbashkët që kemi edhe me besimtarët ortodoksë edhe me pjesa më e madhe të kishave protestante klasike, por edhe pjesa më e madhe të komunitetet që quhen edhe ungjillore, sepse kjo është feja përbashkët. Ata që nuk pranojnë ndonjë pikë nga shpallja e fesë e besojme, nuk ka mundësi me quajtur krishterë. E nëse ne analizojmë në mënyrë thjeshtë si as formuar kjo besojme, zbulojnë diçka shumë evident, që as të ndarë në 3 pjesa kryesore. Besoj në hyj Atin, besoj në hyj Birin, Jezu Krishti, mishëruar tjetër, që e vepër shpëtimin që ka ba, besoj në Shpirtin Shenjtë. Mas disa shtesat e tjera, kishen katolike, falja të mëkateve, ngjarja të vdekurve e jetën e pasosur, që plotësojnë dimensione përfunditare e jetës e kishës. Do me thënë se besojme që ne bëjnë në thelbin e vetë, as një besojnë trinitarë. Për të arsye sot evidencioj kjo aspekt. Ne besojnë në një hyj që zbulohet neve si Trinia e Shenjtë, që merret me ne për një njëjti vullnet shpëtimi, por dhe përmjet një veprimtëri që është për mirin tonë, që zbulohet gradualisht në histori shpëtimi si vepra hynore me ta 3 vete që formojnë Trinia e Shenjtë si basi e dashurisë. E kjo është feja autentike. Ka shumë biseda, shumë sidomos në për jetat, keni mundësi për me gjetur çdo lloj biseda mbi këtë punë, po është gjithçka shumë e vjetër, sepse disa, për shembull, pohojnë se
feja e Krishterë ka lindur në Nike, përpara nuk ka ekzistuar feja e Krishterë në këtë formë. As vete nga Nikea që kemi feja e Krishterë si kemi sot. Nëse as vërtet se organizimi kishtar e ka pasur një evolucion pikërisht në kohën e Nikes, por tjetër rast institucioni kishtar, tjetër rast Cezari Efes, sepse Nikea në fund, se mendojnë mirë, është një hap shumë rëndësishme që realizon që kemi dëgjuar në Ungjili që kemi sapo lexuar, Gjoni, i cili thotë, Jezusi thotë, kam edhe shumë gjëra të tjera që për momenti nuk keni mundësi për me kuptuar, sepse akoma nuk janë zbuluar, akoma nuk janë vërtetuar, nuk keni prekur. Për shembull, dhurata e Shpirtit Shenjtë që vjen mas rëngjaljen e tij. E pasojat e tjera. Nga dhurata e Shpirtit Shenjtë, nëse lexojmë për shembull letrën e parë Korintasve, zbulojnë se kemi shumë shërbime, shumë karizmat, do të thënë dhurata e Shpirtit Shenjtë për jetën e kishës. Në mes këta dhurata kemi për shembull dhurata e ata që janë doktor e fesë ose mesues e fesë. Do të thënë se feja ka mundësi e ka nevojë për me qenë spjeguar e me qenë thellësuar, sepse feja nuk ka një blok granitik që nuk ka një çfaroj evolucioni, por as diçka si një qelizë e re, nuk ka një mineral që nuk ndryshon, është një fara që lulëzon, ka një dinamizën që jasë jeta e urtia e Shpirtit Shenjtë në të. Për të arsye, Shpirti Shenjtë gjeneron edhe ata që janë mesues në fe, magjisteri për shembull e kishës, që është depozituar sidomos në i peshvint, por edhe ata që janë teologë, do të thënë ata që e ka aftësinë për me studiuar edhe për me ba një çfarë lloj mediacioni kulturore në çka rasta dhana e fesë edhe përgjigje që ka nevojë kisha në atë moment. Në momentin e koncilit Nikes ishte problematika e një erezi ariane që mohonte dimensioni hynor ose natyra hynore e Jezu Krishti, duke thënë Jezu Krishti një diçka si hyj por ma pak. Dakor. Mirë, atë reagimi që është një reagim doktrinal, intelektual, përshpirtshme e tjera, është në drejtim tjetër. Do me thënë, Nikea pohon në mënyrë definitive natyra hynore e birit e hyjtë, Jezu Krishti mishëruar mes nesh. Atëherë kjo është një mënyrë, nuk është lindja e një fe e re, dakor, por është diçka tjetër, është thellësimis e diçka që ka si bërtham në Shkrimi i Shenjtë, po që ne ndovitën me shpjeguar më mirë, sidomos kur lindë opinione të ndryshme që ndoshta janë edhe devijuese. Ata që thonë se feja e Krishterë ka lindur në Nike, gjanat e tjere thonë për shembull dëshmitare Jovajt, ata nuk kuptojnë diçka që është shumë e thjeshtë, se kjo dinamicitet e fesë duke me qenë kuptuar e spjeguar, pa me ba konfuzion në çka është feja në Jezusi si person hynore, për të cili kemi gjurmet qartë në Shkrimi i Shenjtë, do me thënë fillimi i Ungjillit Gjonit. Në fillim ishte fjala, logos. Tani nuk bëjnë mesim mbi fjala logos, të meriton një kurs, por kjo fjalë në kultura e kokës, edhe në kultura ebraike që vjen para kristerizmi, e ka një kuptim hynor. Shempali në letra romakëve ka shumë pohimet që na orientojnë në kuptimin i Krishtit si një realitet hynore. E vetëm ju kujtoj mbarimi e Ungjillit e Mateut, që kur thotë Jezusi në fund, mas rëngjaljen e tij, thotë shkoni, mesoni
në mbar botën çka? Pagzoni, mesoni e pagzoni në emrin të Atit e Birit dhe Shpirtit Shenjtë. Asë njerë ndër formula trinitare ma qartë. Edhe janë resta që janë autentike, sepse janë në këtë punë disa bisatojnë bi autenticiteti. Jo, të gjithë doshkrimet ma të vjetër e ma autoritare e dëshmojnë vërteta e sprejke që kemi në fund e Mateut. Do me thënë, kemi baza që janë baza konsoliduar, nuk janë vete opinionet, dakor? Janë baza konsoliduar që teologët e vlerësojnë në mënyrë e duhur. Ne nga teologët merri provimi i fundit, do me thënë rezultatet e përfunditare, por jini sigurt se kur kisha lëvizën në një drejtim, as të bazuar në një reflektim shumë themeluar e shumë serios. Kjo është ministeri tipike në kishë që lilet vepra të doktorve, teologët, me vepra të magjisterit, do me thanë, autoritet që vërteton një doktrin. Për të arsye, sot vlerësojnë edhe kjo aspekt. Kisha ka detyrë, populli i Zotit ka detyrë për me kuptuar gjithmonë më mirë misterin e Zotit. Jo vetëm me ripërsëritë diçka që u tha një herë, ose si ishte diçka që nuk mund me prek, por duke me kuptuar e me asimiluar gjithmonë më mirë. Nuk duke me kuptuar se kjo as fillimi një dotrinë e re, por as vetëm një sforcim intelektual për me krijuar një pohim qartë nga ana teologjike, duke përdoru edhe intelekti, edhe kur as nevojitet edhe filozofia, si mënyra në të cili flasin për njerëz e kokë e sonë, e flasin në mënyrë për me justifikuar fen ton. Fen ton besohet, por duke edhe me justifikuar. Ata vepra të teologët në këtë drejtim, duke përdoru edhe kategori filozofike, ku as nevojshën, ata bajnë kjo transmetimi, dakor, sepse feja duke me mbështetur, feja diska serioze e shumë bazuar. Dakor, nuk as vetëm kujtim që ka ndodhur diçka në kokën e kaluar. Kjo dinamizëm që është lidhur me vepra e Shpirtit Shenjtë që kemi lexuar në Gjoni, besoj se na sqarojnë që është ne një detyrë që ka kisha edhe sot në mënyrë të ndryshme për me ripohuar çka tradita e ka caktuar një herë për gjithmonë, edhe për me zhvilluar në mënyrë koherente, jo duke krijuar doktrinat e reja, por duke thelsuar ata berthamat e fesë, në mënyrë që lullzojnë në të gjithë mënyrat që e kanë, për çdo potencialitet që kanë vetë, sepse vërteta, as vërteta që është vërteta as një, po është shumë gjurshme, e le luzojnë në mënyrë të ndryshme e në mënyrë vazhdueshme. Nuk ka diçka statike, a diçka që perçafojnë në mënyrë gjithmonë më qartë e më plotë. Për të arsye, kjo besojme që është vërtet një relike çmuese e fesë so krishtere, që duke me ripërsërit edhe në meshën e shenjtë me shumë devocion e me bindje, sepse na kujton se jemi pagzuar në emrin të Atit e Birit të Shpirtit Shenjtë, që Trinia e Shenjtë banon në popullin e Zotit e në jetën tonë, që jemi shëntëruar nga Trinia e Shenjtë që as mes nesh e ka punuar për shpëtimin tonë, e dëshiron që jemi bashkuar me të në jetën e pasosur. A këto besojme, formuan nga 3 kapituj kryesore që na kujton Trininë e Shenjtë, nëse numerojnë reshtat, ose si thot tradita, nenat, që vërtetat që ata pohojnë e zhvillojnë, janë 12 pika, 12 numër shumë simbolik, që tregon që kjo është feja që vjen prej apostujve, është feja e plot, do me thanë katholike. Fjala katholike në greqiste ka si kuptimi i parë, jo universal, ma plot. Kjo është feja plot. Nëse mungon një pjesë,
e nuk besoj në ndonjë nen që formojnë 12 nenat e besojme, nuk kemi ma feja e plot, kemi një feje sektare që mohon ose ka humbur në për rrugë ndonjë pjesë e feje apostolike që 2 koncilet ekumenike kanë përmbledhur në formulën që edhe sot ne recitojmë. Besoj që kjo rast domosdoshme për me kujtuar sa që mueshën janë elemente që kemi në liturgjinë e mesh, që janë themeluar në rrenjë e fesë kristërë që prej filimit, që qka kam ponuar i peshvin 3 shekuj e diçka mas vdekje ngjarjen e Jezu Krishtit, nuk ka diçka e re, por ashtë zhvillimi në ndikimi i Shpirtit Shenjtë e një vërtet, të cili gjurmët e kemi në shkrimi shenjtë, në bezditjen e re, në predikimi apostolike, të me thanë, e se vetën në atë moment u formuar me një përkufizim ose me një tekst që sintetizon. Në mënyrë që ofroke për çdo krishterë mënyra për me balafaqoj fen me njeri me tjetrin. Çdo kishë e ka mundësi për me njohur a jemi vërtet e njëjti fe, as një shenjë e njënësimit të kishës. Kjo njënësim që ka që shumë dëshiroj që realizohet. E shpresojnë se këty përvjeçari që u kremtua solemnisht edhe këtu në Tiranë në muaj majit, do t'jetë një rast për bashkimi, ma mirë kuptimi, dialogu mes komunitete kristerte të ndryshme për me dëshmuar në këtë botë që jetojnë vete me një fe, me një Zot, me një pagëzim e një shpalje e fesë që as të besojme. Qofle du Jezu Krishti. E tani me vëmendje recitojnë të fjalët që na vjen nga autoritet të etërve të kishës e në ndikimi Shpirtit Shenjtë. Besoj një hyj të vetëm, atin e gjithë pustetshëm, krijuesin e qiellit e tokës, të gjitha sendve që shihe që nuk shihen. Besoj një Zot të vetëm, Jezu Krishtin, një të vetmi mbirin e hyjt, të lindur prej atit para të gjithë shekujve, hyj prej hyjt, drit prej dritës, hyj vërtet prej hyjt e vërtet, i lindur jo i krijuar i ngjëlqeshëm me atin, në përmjet të cili janë krijuar të gjitha sendet. Ai për një njerëzit le për shpëtimin ton zbriti prej qiellit e u mishrua për virtyt e Shpirtit Shenjtë prej Virgjës Mari dhe u ba njeri. Le u kryqëzua për ne në Poncin Pilat, psoj dhe u varros, u ngjall të tretën disi pa shkrimeve, e u ngjit në qiell, le rinet e djastën e atit, le përsëri do të vi me lavdi për të gjykuar të gjallet të vdekurit, e mbretëria e ti nuk do ketë mbarim. Besoj në Shpirtin Shenjtë, që Zot e jetë lens, që rjell prej atit e prej birit, që me atin e me birin alurohet e lavderohet, që foli me anën e profetre, edhe një kishë të vetme, të shenjtë, katolike dhe apostolike, dëshmoj një pagëzim të vetëm për faljen e mëkateve, për ngjalljet e vdekurve dhe jetën e pasosur. Amen. Vlezër e motra, ti lutemi ati birit dhe Shpirtit Shenjtë, Trinisë së Shenjtë, që as burim i çdo bekimi lehiri, që të na jap atë që na nevojitet. O Zot, na dëgjo. O Zot, na dëgjo. Që kisha jote, o hy, të përha fjalën tënde duke dëshmuar ty si Trininë e Shenjtë, të lutemi. O Zot, na dëgjo. Që të gjithë besimtarët e tu, të pagëzuar në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit Shenjtë, të mund të dëshmojnë me besnikëri dhe dashuri, të lutemi.
O Zot, na dëgjo. Që të gjitha ata që vuajnë nga sëmundjet e ndryshme, ose nga uria, pikëllimet, padrejtësitë, të gjenë shpresë dhe ngushëllim tek Ti, të lutemi. O Zot, na dëgjo. Që familjet tona të mos jenë vetëm vatër e gjërave materiale, por të jenë të frymëzuar nga Ti, që të përparojnë edhe në anën shpirtërore e të ushqehen me fjalën Tënde, të lutemi. O Zot, na dëgjo. Që të vdekurit e famullisë sonë të jenë aty ku Ti o hy mbretëron si Trini e Shenjtë, të lutemi. O Zot, na dëgjo. O Zot i mëshirshëm, në emër të Trinisë së Shenjtë jemi bërë bijat e Tu. Në emër të Saj dëshirojnë të kalojnë nga kjo jetë të Ti. Prina me dashurinë Tënde, në për Krishtin, Zotin tonë. Lutuni o vlezër e motra që flia ime dhe juaja, të dale përqysme para hyhantit të gjithë pustetshëm. O Zot hyhyn, po e therasin emrin tand, që ti shenjtërosh këtë kushte të shërbeses son, le që në sajt e tyre të na shëndrosh edhe në luratën tënde të amshuar. Në për Krishtin, Zotin ton. Zoti i qof me ju. Ti lartësojnë zemrat. Falenderojnë Zotin hyjnë ton.
Për një mend të shpun e den dhe drejt, është të rjona dhe burin shpetimi, të falenderojnë gjithmonë e gjithmonë ty, o Zot ati shenjt ty i gjupustet që jam shuar. Ti bashkë me të një lindur i birin tanë dhe me shpirtin shenjt, je një hy i vetëm, e një Zot i vetëm, 3 persona, por në një natyrë. E vërtet atë që ne zbuluar prej teje e besojnë mbi lavdin tande, e besojnë edhe për birin tanë e për shpirtin shenjt. Kështu, kur shpalin hyn e vërtetet e amshuar, në një kusisht adhurojnë trinin e personave, njënin e natyres e barazin e madhëris. Prandaj edhe engjëj krye engjëj, kerubinet le serafinet, nuk pushojnë kur se brohorituri një zveri. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Plenis sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna, Hosanna, in excelsis, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Me të vërtet je shenjtë o Zot, dhe është e drejtë të levdoj çdo krijesë, sepse ti në përbirin tanë Jezu Krishtin Zotin tonë e me veprën e fuqishme të shpirtin shenjt, i jep jetë dhe shenjtëron gjithin e vazhdon të baskosh, rreth vetes popullin që nga lindja e djelit e deri në Perëndin të kushtohen në nder të emrin tandë, flia e panjoll. Prandaj o Zot, po të lutemi me përvujtëri, dhe njohu t'i shenjtërosh me fuqin e të njëjti shpirt, tolurata që i solen për t'i kushtuar ty, që të bahen korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na udhëroi t'i kremtoj to mistere. Ai vet, atë natën e të cilën që tralltuar, mori buken, të falenderoi, e bekoi, e theu, volancësve të vetë le tha. Merrni e hani të gjithë prej ti, ky është korpi im që do të fljohet për ju. Po ashtu pasi kryedar ka morje dhe kelkun, të falenderoj e bekoj volancësve të vetë le tha. Merrni e pini të gjithë prej ti. Ky është kelku i gjakutim i beslidhjes së re dhe të amshuar, që të derlet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëjni këtë në përkujtimin tim.
Misteri fes, kur do ercehai prej saj duke elehim prej knihelum, ne contoim veciem tantem osot, ele presim partiem Prandaj o Zot, duke përkujtuar mundime shpetintare të birin tënd, si në ngjalljen e tij të malerueshme dhe të ngjitjen e tij në qiell, e duke pritur ardhjen e tij të dytë, po ta kushtojmë me falënderim të flitë të gjallë e të shenjtë. Po të lutemi o Zot, shikoje kushtin e kishës sate, le pranoje përflimet të cilën ndeshet e pajtojshë me ne. Le bëj që ne të cilë po ushqe e kemi me korpin e me gjakun e birin tëndë, të mbushur me shpirtin shenjtë, të bëhemi në Krishti një trup e një shpirt i vetëm. Në sajet e t'ju beshim për ty një flia mshuar, që bashkë me të nxelut e tu ta fitojnë lumturin e parajzës, se pari me të lume Marivirgje Klinse, me shenjë Jozefin fatin e saj, me shenjë të rrit apostujt e tule me martir të lumë, me shenjë Antonin dhe me të gjithë shenjtërit, me ndërmjetësinë e të cilëve shpresojnë që gjithmonë të kemi ndikmen tënde. Po të lutemi o Zot, që kjo flije e pajtimit ton të vlej për paqen e shpetimin e mbar botës. Forcojen e fe dhe dashuri, kishen tënde utare mbi tokë, bashkë me shërtorin tënd papen ton Leonin, me i peshfin ton Arianin, me udhri i peshfor, me gjithë klerin tënd, si dhe me popullin që ke fituar për vete. Dëgjoj lutjet e familjes sate që ke thirrur në pranin tënde. Bashkoj me ty o ati me shirshen të gjithë bitet tu të shpendarne për botë. Pranoj me mëshirë pran vetes në mbretërin tënde, vlezërit tanë dhe motra tona të vdekur, e le të gjithë të drejtë që ne paq me ty, kaluan nga kjo jetë, ku shpresojnë si e ne bashkë me ta, do të gëzojnë për gjithmonë lumturin tënde, ne për Krishtin Zotin ton, ne për të cili jep botës do të mirë. Ne për Krishtin e me Krishtin lene e Krishtin, ty o aty i gjithpostetshëm, ne bashkim me shpirtin shenjtë, të qofton të ere lavdi, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Të nëcitun nga ullëri shërbuhesit, le si pas mesimit e ti hynor, marrin guxim të themi. Ati hyn që jene qile, u shenjë të heroft e mri hyn, armretëria jote, u bafun me sa jote, si në qile, ashtun në buken ton të përdiqmen, na e jepson, na i farfajetona, si i fahin në fajtore ta, e mos nga erdërin e tundin, por na liron nga i Na liro po të lutemi, o Zot, prej të gjitha të këqijave, dhe për mirësinë tënde na jep paqen e ditët tona, e në sajet e mëshirës sate, do të lirohemi përgjithmonë prej mëkatit, e do të jemi sigur prej çdo turbulimi, duke pritur shpresën e lume, ardhjen e shpëtimtarin ton, Jezu Krishtit. O Zot Jezu Krisht,
Ti ju che se n'apostivete tu, po ju le pacem, po ju ja pacem time, mos i shikon mëkatet tona, por fen e kishe sate. Jepi asaj sipas unetin tam, paqe dhe bashkim, ti që jeton dhe mbretëron në shekujt e shekujve. Paqja e Zotit qoftë për herë me ju. Jepjeni njëri tjetrit shenën e paqes. O qëngjë i hyj, që shlyen mëkatet e botës, ki mëshirë për ne. O qëngjë i hyj, që shlyen mëkatet e botës, ki mëshirë për ne. O qëngjë i hyj, që shlyen mëkatet e botës, jep Ja qëngjë i hyjt, ja I që thyen mëkatet e botës, lum ata që janë të thirrur për gostinë e qëngjit. Unë nuk jam I denjë që në marrë pjesë të shpresën tamë, por thuaj një fjalë të vetme dhe shpirti im do të shërohet. Bëj që iri të rjedh nëse mbrën time, drita jote shpirti Zotit le të ndriçoj, paqja jote le ta mbuloj shpirtin tim, je liria ime dhe pushimi im, je liria ime dhe pushimi im. Jezus, Jezus,
e më drejto ti. Mbroje zemrën time shpirti dashuris, errësira jetën time Zot ta mbuloj. Nëse dashuria jote do t'më drejtoj, nëse dashuria jote do t'më drejtoj. Jesus, Jesus, Jesus. Abba, Abba, Abba. Spiriti Schein, Spiriti Schein, Spiriti Schein. Schenk dig fort med adoroj. Shenja Perëndi med adoroj. Atë krijuesi Të lutemi. Na vles për shpëtimin e trupit dhe shpirtit, o Zot, hy hyn, ku ngimi shenjë që morën, që dëshmimin që bën në ndër të një hyjtë veten në 3 personas hynore, në për Krishtin Zotin ton. Rifilojnë ritmi normal e jetës së familjes. Martë kemi gjithmonë mesha në orën 6 të mramjes, dhe sa ditën e premte kemi adhurimi që nga ora 6 deri në orën 8 në ankishës si gjithmonë. Jeni ftuar bërë pjesë. Djela e ardhshme është një fest tjetër që meriton një vëmendje e një përgatitje veçantë. Është festa e korpi i Krishtit, korpi i gjakut i Krishtit. Është një festë e përqendruar në misterin e Eukaristisë si përmbledhja e të gjitha vërteta e vepra që Zoti bën për ne edhe sot në komunitetin ton e në çdo vetë në mënyrë personale e intime.
Për të arsye është një festë adhurimi i sakramentit. Në këtë rast do të kemi, si është zakon në familjen tonë, edhe kungimin e parë të fëmijëve që gjatë vitit e kanë ndjekur katekizmi në përgatitje për këtë moment të rëndësishme. Zoti qof me ju. Ju bekoft hy gjipustet shemati, e birit, le shpirti shëjt. Amen. Besha u krye, shkoni në pace. O Maria, Virgine